Këshilli i Ministrave miratoi vendimi për shpalljen e disa zonave me përparësi zhvillimin e ekonomisë malore në Bashkinë Kukës. Vendimi vjen në mbështetje të ligjit për paketën e maleve me propozimin e Ministrit të Shtetit për Pushtetin Vendor. Sipas vendimit të qeverisë, shpallen zona me përparësi zhvillimin e ekonomisë malore, 2 zona në njësinë administrative Bicaj dhe një tjetër në Arrën në Kukës. Llojet e aktiviteteve që do të zhvillohen në këto zona janë për zhvillimin ekonomik, industrial dhe turistik. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohen Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe Bashkia Kukës. Ky vendim hyn në fuqi pas votimit në fletorin zyrtare. Paketa e maleve synon të krijojë kushte më të favorshme për zhvillimin e turizmit, agropërpunimit, bujqësisë dhe blegtorisë në zonat me potencial të lartë natyror. Aplikimet për paketën e maleve mbeten të hapura deri në fund të vitit 2025, ndërsa 500 aplikantët e parë do të përfitojnë lehtësira fiskale për një periudhë 10 vjeçare, një masë që synon të nxjisë investimin e hershëm dhe të qëndrueshëm në këto zona. Vendimi i qeverisë vjen afro 3 javë pas takimit të kryeministit Rama me kryebashkiakët e vendit, shumicën e të cilëve i qortoi për neglizhencë pasi nuk e kishin dorëzuar pranë Këshillit të Ministrave hartën me zonat e përgjedhura si prioritare për zhvillim në Bashkitë Përkatëse.